Mirëmbrëma të nderuar shikues. Iftari është sinonim i bashkimit dhe solidarizimit, por ndodh që politikanët tanë organizojnë iftare edhe kur ndahen. Një situatë e tillë po ndodh në Aleancën për Shqiptarët që ndodhet brenda koalicionit Vlen, apo ndryshe e njohur si pjesa e tretë e ASH-s që tashmë pothuajse zyrtarisht është ndarë edhe në dy pjesë të tjera. Çfarë po ndodh në të vërtetë në Aleancën për Shqiptarët që ndodhet brenda koalicionit Vlen? Dhe ku është procesi i shkrirjes së koalicionit Vlen në një subjekt të vetëm politik. Sonte këto do t'i diskutojmë me protagonistin e zhvillimeve të fundit, Ministrin e Shëndetësisë, zotin Azer Aliu. Mirëmbrëma, zoti Aliu, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Zoti Aliu, po e filloj me një retrospektiv të shkurt të ngjarjeve që kanë ndodhur brenda këtyre viteve të fundit, ku ju keni qenë pjesë e këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur. Në vitin 2024, në qytetin e Kumanovës, së bashku me zotin Taravari, në tubimin e parë që organizuat pasi u nda Aleanca për Shqiptarët për herë të parë, në fjalimin tuaj tha që po bëjmë një reset të partisë. Në vitin 2025 ndodhi që u paraqit nevoja edhe për një reset të dytë të partisë, sepse u shkëput sërish Aleanca për Shqiptarët, pra ajo pjesë që kishte pasur një reset një vit paraprak. Në vitin 2026, këtë vit që jemi sot, po ndodh reseti i tretë, pra sipas gjuhës programore cilin e keni përdorur ju në fjalimin tuaj të parë publik, po ndodh pra reseti i tretë publik. Tani, resetet kanë qenë pa efekt, zoti Aliu, apo efekti nuk ka qenë në favorin tuaj, dhe të na thoni qartë që a është ky reseti i fundit që po ndodh në ASH? Pra, nëse flasim me gjuhë të teknologjisë, resetet bëhen për optimizimin e proceseve dhe për të pasur softvere apo aplikacione të cilët janë të updateuara dhe janë në kompatibilitet me nevojat e shfrytëzuesit. Pra, nëse flasim me gjuhën politike, resetet bëhen atëherë kur bëhet bashkimi i strukturave politike që kanë një qëllim dhe një vijë politike. Pra, gjithsesi, asnjë prej reseteve si në aspekt teknik, ashtu edhe në aspekt politik, nuk janë resete të dështuara, por janë resete të cilët kanë një pasqyrë dhe një strukturë më të formuar, më kompatibile me nevojat në teknologji të shfrytëzuesit në politikë të qytetarit. Nëse ndodhen dhe paraqitet nevoja shpesh, ku qëndron problemi, se diçka me gjas nuk po funksionon si duhet? Pra, evaluon, siç evaluon çdo send në shoqëri, evaluon edhe politika dhe politikanët dhe qasja ndaj zgjidhjes politike në shoqëri. Pra, aspekti e evaluimit ndonjëherë shihet si problem politik, po kryesisht është një hap përpara, dhe kështu shoqëritë shkojnë përpara, duke evaluar si në aspekt politik, ashtu edhe në aspekt kulturor dhe shoqëror. Dakor. Tani po ngelim sërish te fjalimi juaj që keni pasur në vitin 2024, sepse ka qenë një fjalim që ka entuziazmuar edhe masën që kanë qenë aty prezent. Aty keni deklaruar ngjashëm që zoti Grubi ka hapur një folder Aleanca në BDI, po ju citoj juve, kështu keni thënë, e që më vonë ky folder do të mbetet vetëm BDI. Që praktika dëshmoi që ajo pjesë e Aleancës, pra zoti Cela që përfundoi në BDI, mbeti akoma ASH, nuk u shkri tërësisht në BDI siç keni pretenduar ju. Kur u ndag nga zoti Taravari, tha që ata shkuan në BDI dhe u demaskuan, pra kanë qenë BDI-sat brenda ASH-s dhe tani përfunduan aty ku e kanë vendin. Dhe tani kjo ndarja e tretë duket që është pak më e çuditshme se këto dy ndarjet e para. Ku ka shkuar zoti Fetoj ose ku keni shkuar ju, sepse vërtet publiku është i hutuar, po bëjmë fjalë për një ndarje ku dy fraksionet kanë ngelur akoma janë pjesë në të njëjtin tabor, pra në koalicionin Vlen. Ka një dallim shumë të madh prej këtij momenti dhe atyre momenteve. Dallimi është që atëherë ka pasur ndarje, tash ka bashkim. Pra, kjo është e kundërta e asaj që ka ndodhur atëherë. Dhe ju me të drejtë më citoni që çka kam thënë, ai folder ende është aktiv dhe është i riemëruar në BDI, dhe këto sot pas 2 viteve flasin faktet. Ju sot shihni që e dini gjithkohës BDI-ja thonte, tani ma në opozit thonte që ne jemi akademi politike dhe realisht po ta merrni 20 vjet, BDI-ja u krya si akademi politike për përçarjen e partive politike shqiptare.
dhe po të merrni në historiat, në retrospektiv, po të analizojmë, gjithë kohës janë krijuar parti politike dhe janë përçarë brenda për brenda në momenti kur BDI-a kishte probleme politike brenda apo nuk i dilnin numrat në zgjedhjet parlamentare apo lokale në ato zgjedhje që i ka pasur. Ndërsa sot po ta shikni është e kundërta e asaj. Sot vleni është bë akademi politike për bashkim të partive politike dhe për krijimin e strukturave monolite. Dhe kjo është fakt tjetër, i cili sot po ta shikni edhe opozitën që ka qenë një parti shumë monolite. Pra e dini që ka qenë një parti e mbyllur BDI-a që s'ke mundur as të punësohesh nëse s'ke qenë antar i BDI-s, e lene ma të bëhesh të kesh ndonjë post brenda. Sot flasim për një BDI ndryshe, ku edhe nën kryetarët e BDI-s tani më mund të jenë antarë të cilës s'kan qenë asnjëherë përfaqësues të BDI-s. Pra vlen një arritje jo vetëm brenda të krijon një model ndryshe të politikave, pra një model bashkimi, një model, një strukture, sot tani ma e reformojmë edhe opozitën duke u hapur edhe ndaj partive tjera politike dhe duke i marrë brenda. Pra ai folder i cili ka qenë i riemëruar atër në BDI, sot është funksional dhe sot absorbon edhe struktura jashtë BDI-s brenda dhe kjo është për të përshëndetur. Pra edhe vleni edhe struktura e Aleancës për Shqiptarët brenda në vlen, suportojmë dhe inkurajojmë që edhe më tej të bashkohet pjesa e opozitës të jetë një parti monolite dhe ashtu si që bëjmë neve në vlen për të qenë një parti monolite, një strukturë e cila vërtet do të merret me hallet dhe problemet e qytetarëve dhe jo ma me spinat që ndodhin nga opozita, dhe atëherë do të kemi seriozisht një ekosistem politik në Maqedoni i cili do të kritikon si opozit me të drejt dhe do të punon si pozit me të drejt dhe me obligime që i ka për krijimin dhe gjetjen e zgjidhjeve të problemeve të qytetarëve që ballafaqojnë. Dakor. Regjia, nëse mundet materiali numër 2, fotografi në Prishtinë. Zoti Aliu, po e shihni fotografin, e keni parë edhe momentin kur është shkrepur kjo fotografi dhe ka qenë një moment që është mirë pritur në skenën politike, sidomos në koalicionin Vlen, që me gjatë se kujtoni ju ngjall nostalgjik kjo fotografi, sepse nuk është gjatë kohë e bërë, kjo do të ka një vit kur është shkrepur kjo fotografi, dhe në anën e majt pra të zotit Kurtit qëndroni ju, teksa në anën e djathtë është zoti Fetaj. Dy figura që përfaqësonin Aleancën për Shqiptarët që ngeli brenda koalicionit Vlen. Edhe përkundër faktit që ju deklaruat se kjo ndarje të cilës ju referova unë dallon nga ato paraprake për shkak se këtu thatë që ka bashkim. Mirë po shohim këto figura politike që jeni në këtë fotografi, tashmë nuk jeni ngjashëm, zoti Aliu. Kush e nxiti këtë ndarje? Pra edhe njerë, po tendsoj, nuk është ndarje, është bashkim. Pse insistoj në fjalën bashkim, për shkak se edhe njerë them, unë jam inxhinier dhe flasim me fakte, ju e dini që sot në strukturën e Aleancës për Shqiptarët në Vlen, leqe nuk largohen njerëzit nga Vleni, por bashkohen edhe antarë të Aleancës për Shqiptarët që përkohësisht ishin në struktura tjera. Ju keni fakte, edhe me fotografi, edhe me video, edhe me audio, që sot Aleanca për Shqiptarët është aq e hapur dhe aq potente në aspekt politik që antarët e Aleancës për Shqiptarët që kanë qenë jashtë strukturave të Vlenit, sot bëhen pjesë e Aleancës për Shqiptarët, pra për shkak flasim për bashkim e jo për ndarje, për shkak se edhe njerë potensoj, ne treguam se si duket një organizim politik nga 4 parti politike, që nuk ishte lehtë në atë periudhë, të ulemi në një tavolin me një, le të themi, qasje politike jo shumë të afërt njëra me tjetrën. E dini që kemi pasur dallime politike, pra i tejkaluam të gjitha ato dallime politike dhe sot flasim për një Vlen i cili do të jetë monolit, i cili do të jetë i bashkuar dhe të gjithë do të jemi brenda. Pra nuk flasim për liderizëm, nuk flasim për do të flasim për Vlenin veç e veç. Po tani fillimisht do ta sqarojmë çështjen atë çka është situata e mjegulluar për brenda OSH-s. Sepse ju vazhdimisht po evitoni termin ndarje, mbase është edhe ka konotacion negativ, po megjithatë ky është realiteti. Nëse ka bashkim në Aleancën për Shqiptarët në kuadër të koalicionit Vlen, pse u dash të ndryshohet koordinatori
për emrime që ka qenë për brenda koalicionit vlen, zoti Aliu? Pra, edhe njerë potencoj, nuk është ndarje, për është riorganizim administrativ. Pra, atë që e përmendet ju risetin, unë u adhash përgjigjen që riseti bëhet për optimizim të proceseve. Pra, çdo parti politike e cila është serioze dhe e cila vërtet dëshiron të zgjidh problemet e qytetarëve, duhet të reflekton. Neve mos harrojmë që një strukturë e organizuar politike me shumë antar brenda, me një qasje ndryshe ndaj zgjidhjes së problemeve, gjithsesi kërkon edhe ndryshim të emrave brenda, po thjesht nuk flitet për ndarje, flitet vetëm për riorganizim administrativ, i cili riorganizim është në të mirë të qytetarëve. Sot, nga ne me të drejtë qytetarët kërkojnë rezultate, kërkojnë një qasje në të cilën neve nuk na takon që të merremi me komunikime nëpër media, por na takon që dalim dhe të thuam dhe të japim raport se çka kemi punuar dhe çka kemi bërë, dhe për hir të këtyre proceseve dhe për hir të nxitjes së bustimit të rezultateve, gjithsesi duhet të bësh edhe ndryshime kadrovike brenda për brenda, pra në këtë linjë të optimizimit, të përmirësimit, të maksimizimit të rezultateve, neve dëshirojmë apo s'dëshirojmë, duhet të ndryshojmë. Mirë, po këto ndryshime... Unë çdo herë kam folur, kur më keni pyetur si gazetar, për shembull më keni thënë, a do të jeni apo jo ministër. Çdo herë përgjigja ka qenë, unë nuk kam lindur dhe nuk do të pensionohem si ministër. Në momentin që nuk performon mirë, është shumë e logjikshme që ti mos jesh aty ku je. Po nuk do të thotë që ti nuk duhet të jesh në strukturën partijake. Pra, ne duhet të jemi të pjekur dhe të ngritemi në nivel tjetër politik, që edhe vetë të reflektojmë. Nëse unë jam lodhur apo nuk jap rezultate, ti duhet të jesh i vetëdijshëm e të thuash, ok, hapi rrugën që tjetri të jep rezultate, se ne këtu jetojmë. Mos harroni që e mira dhe e keqja për qytetarët është edhe për mua dhe familjen time. Kështu që ne duhet të reflektojmë nga shtëpia jonë, se rruga duhet jetë më e pastër, se shkollat duhet jetë më e mirë, se spitali duhet jetë më shërbyes. Dakord, fiks ashtu keni deklaruar nga kjo studio që ju nuk e mendoni veten në pozicione të caktuara, mirë po shpeshherë ndodh ajo që thonë politikanët dhe ajo që praktikojnë, shpeshherë bie në kundërthënie ose ka një diskrepancë bukur të mirë. Megjithatë të konkretizojmë gjërat që kanë ndodhur realisht në këtë periudhë të fundit. Agjencia për komunikime elektronike ishte shkas apo arsyeja kryesore, zoti Aliu, sepse publiku është bombarduar me informacionet që në këtë agjenci, që në të cilin agjenci supozohet dhe pritet që përmes një konkursit dhe me meritokraci të plot zgjidhet drejtori, ndërkaq kanë vërshuar lajme gjithandej që është propozohet aty një kuadër i zotit Vetau, nga ana tjetër një kuadër nga deputetja Mimoza Musa, dhe shihet se është një betejë politike përbrenda një grupacionit për një pozicion të caktuar. Ky konkurs, i cili do duhet të ishte i pavarur politikisht dhe i pandikuar partijakisht, dështoi. Pse ndodhi kështu, zoti Aliu? Pra, do të kishte qenë tragjedi politike dhe për qytetarët, nëse një strukturë politike e organizuar mirë prishet për një post. Dhe kjo vërtet nuk do të kishte qenë mirë as për neve si aktor kryesor në partitë politike, po do të kishte qenë tragjedi dhe për qytetarët, se si përfaqësojnë qytetarët në strukturat qeveritare, nëse një strukturë politike prishet për një post. Qoftë ai dhe drejtor i agjencionit për komunikime po. Pra, ky agjencion, ju vetë e thatë, duhet të ketë profesionist brenda dhe duhet të jetë politikisht i pavarur. Sigurisht. Pikërisht në këtë drejtim, agjencioni jo rastisht 2 herë është prishur konkursi për shkak të mungesës së dokumentacionet apo profileve, nuk kam shumë informata, sido që të jetë në fund të ditës, nëse strukturat politike janë aq labile që mund të prishen brenda për një pozitë, tregon jo pjekuri politike, mas pari, dhe dyta edhe njerë potencoj do të kishte qenë tragjedi për qytetarët nëse një strukturë politike do të kishte qenë atë senzitive për një post. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është, ka qenë lajmë shumë e vërtet dhe vazhdonte të jetë lajmë, po mos harroni që opozita, duke pasur problemet brenda për brenda, tenton që nga çdo proces politik, qoftë minor, qoftë apolitik, si puna e drejtorit në këtë drejtori, në këtë agjenci, ta politizon. Mos thoni, zoti Aliu, se opozita do duhet t'u caktoj drejtorin aty.
Sepse nëse ka dështu këj konkursu, nuk e di këtu çka ka faj opozita në këtë situatë. Unë në asnjë moment nuk... Nuk thash që opozita i dështoj konkursin. Konkursi ka dështu. Konkursi nuk dështon as nga opozita, as nga pozita. E dini që agjencit kanë bordin udhëheqës. Më duket atje janë 5 antarë, nëse nuk gaboj 5 apo 7, kështu që ato antarë janë antarët të cilët kanë të drejtë vote dhe në bazë të protokolleve që janë të definuara në çdo agjenci, jo veç aty, minimum 3 vota pro duhet të ketë me qëllim që të zgjidhet drejtor. Pra unë s'kam shumë informata ka pasur apo s'ka pasur votim, sido që t'jetë. As opozita, as pozita, as nuk duhet, as nuk kam pasur gish këtu. Çka ndodhi? Opozita tenton të politizon proceset politike, duke pasur edhe një potencoj problemet brenda për brenda opozitës. Ju e dini që edhe sot derisa flasim, opozita ende flet për procese politike që është dashur të kryhen 20 vjet përpara. Po, në këtë situatë ta lëm opozitën një herë, është pastaj do të rikthehemi mbase nëse kemi hapësirë kohore diskutojmë edhe për opozitën. Por një herë diskutojmë konkretisht për aleancën për shqiptarët. Në media zakonisht në përtitujt të lajmeve shprehje e zakonshme që përdoret moll sherrri. Pra, ju vlerësoni që AEK, Agjencia për Komunikime Elektronike, nuk ka qenë moll sherrri për ndarjen e pjesës së tretë të ASH-s në 2 pjesë të reja. Unë ende vazhdoj t'ju pyes ku e shihni ndarjen. Pra, unë kam takime, çdo natë kemi takime me strukturat politike të organizuara dhe nuk shoh që kemi ndonjë ndarje. Ju e organizuat një iftar. Në atë iftar nuk ishit të gjithë. Ajo në fotografinë fillestare që e shfaqëm në ekran edhe për publikun, pra mungonte udhëheqësi i Aleancës për shqiptarët Zoti Fetaj. Nëse ju mendoni se ndarja është fenomen abstrakt, unë po e konkretizoj. Ju po bysni ku e shohim në ndarjen, unë po ju them që ndarja ishte mungesa e Zotit Fetaj në 3 iftare, nëse nuk gaboj, që keni organizuar ju dhe grupacioni juaj Zoti Aliu pa prezencën e Zotit Fetaj. Pra edhe një. Edhe situata në sjelltash, edhe Zoti Fetaj e thirrri kuvendin e partisë për të shkarkuar organet partijake, me gjasë ne nuk kishim informacione se ka pasur kjo është organe partijake, mirë po kështu është thirr, edhe ju munguat në atë takim. Pra, ka një të qartësojmë në aspekt politik. Strukturat të organizuara ka gjithandej. Pra, ju sot në gjithë botën, edhe në Maqedoni, kemi strukturat të organizuara që kanë një qëllim. Pra, mund t'jenë qëllime, nuk di, për kulturore, mund t'jenë qëllime teknike, mund t'jenë qëllime për energji gri, mund t'jenë qëllime të ndryshme e kështu me radhë. Pra, strukturat të organizuara politike, dhe këto thiren struktura dohen jo qeveritare, dohen kompani, më falni, struktur organizative jo qeveritare që merret me diçka. Strukturat e organizuara politike kanë përfaqësohen nëpërmjet institucioneve apo përfaqësohen nëpërmjet të zgjedhurve të popullit apo deputetëve. Pra, struktura e Aleancës për shqiptarët në Vlen sot ma për shkak them ka bashkim nuk ka ndarje, nuk përfaqësohet vetëm nga një deputet, përfaqësohet tani nga 2 deputet. Besoj për shumë shkurt kohë, do keni lajme edhe për deputet të tjerë. Pra, edhe njerë potencoj, strukturat e organizuara politike, ftyra e përfaqësimit politik të këtyre strukturave ose të partive politike janë deputetët. Pra, prandaj them, unë jam një individ në Aleancë, se i cili nga ne jemi nga një individ që jemi pjesë e një strukture organizative që thirret parti politike. Pra, ndërsa përfaqësimi dhe pesha politike e këtyre strukturave të organizuara me një emër politik partijak janë të zgjedhurit e popullit. Jo rastësisht, çdo parti politike lufton që të ketë më shumë deputet me qëllim që të ketë një peshë politike më të madhe. Dhe sot, në Aleancën për shqiptarët, në këtë strukturë që është pjesë e Vlenit, sot ma përfaqësimi politik është dyfishuar nga ajo që ka qenë dje. Për atë shkak nuk shoh asnjë lloj ndarje, thjesht shoh një përforcim, një bashkim dhe një riorganizim politik brenda për brenda. Pra, asesi nuk e vëreni mungesën e figurave tjera me cilët e keni filluar këtë betejë politike? Jo, mungesa e secilit prej neve, çdo njeri që është pjesë e një strukture politike, ka vlerën e vetë dhe peshon brenda në forma të ndryshme. Mund t'jenë politike, mund t'jenë profesionale, mund t'jenë struktura organizative të ndryshme, gjithsesi, çdo peshë e jona shumë e rëndësishme. Nga përvoja akademike, ju më tepër po tentoni t'jeni më shumë teorik se sa praktik.
Po, çështja është një gjë, është e qartë. Ju folet edhe për të zgjedhurit e popullit. Është e vërtetë që kanë peshë politike dhe nga aty buron edhe legitimiteti një organizimi politik. Mirë po, a kanë peshën dhe vlerën e njëjtë ata të zgjedhurit të popullit, të cilët mandatin e marrin me një logo tjetër partijake e tek më vonë ju vjen në mend që do duhet të kalojnë në anë të tjera? Për kundrazi, të zgjedhurit e popullit e kanë peshën dhe rëndësinë e vet, mirë po të zgjedhësh nga populli, duke kandiduar dhe garuar me një logo partijake, me një flamur tjetër partijak, e pasi ta marrësh mandatin, shpesh herë madje këto quhen edhe mandate të vjedhura, sepse fitohen me një logo tjetër partijake, e pastaj më vonë tregtohen, merren vesh ose për mosdhënë etiketime tjera, kalojnë në pozicione të tjera. Kështu, në profilizimin tim ju besoj e dini, përveç pjesës teorike dhe profesorit universitar që bëj, unë nga mosha 23 vjeçari jam marrur edhe me pjesën, le themi, me praktike, me biznes, dhe di çka është strukturë organizative teorike dhe praktike. Sot ju flas me numra, nuk ju flas me teori politike që mund të jenë ndryshe kështu apo ashtu. Sot ju flas me numër të dyfishuar të deputetëve, nga 1 në 2, dhe kjo është e dukshme dhe e matshme, pra nuk është teori që mund të ngren një hipotezë, por është diçka që shihet dhe numërohet. Momenti i dytë, ju potencuat që një deputet mund të merr një mandatin deputet me një logo dhe pastaj të shiftohet në një logo tjetër. Pra, nëse bëhet fjalë për deputetin ton, i cili tani është pjesë e strukturës së aleancës për zotin Ilir Demiri, që e ka fituar këtë mandat në logon e Frontit Evropian, apo? Struktura profilizimi i Ilirit, po ta lexoni CV-n, ka peshë dhe ka pasur peshë dhe vazhdon të ketë dhe nuk e ka krijuar këtë me parti politike. Pra, Iliri është profilizuar si në shoqëri, ashtu edhe në profesion, si një person i cili mban peshë sotma edhe politike, dje profesionale. Pra, strukturat të tilla, profilet të tilla në politik kanë peshë jashtëzakonisht shumë të madhe, jo vetëm ne, gjithandej në përbot. Pra, çdo parti politike serioze tenton që kështu profile, siç është doktorit tek ne, të jenë atraktiv për të bërë pjesë e partive politike. Nga ana tjetër, mos harroni që Ilirin ne kemi pasur edhe drejtor, i cili ka qenë drejtori më i suksesshëm deri tani që e kemi pasur në Spitalin e Tetovës, dhe sot derisa flasim flitet për të bërat dhe për proceset që ky njeri ka bërë atje, dhe kështu profile janë atraktive për çdo parti politike. Edhe për disa punësime që ja ka trashëguar juve si ministri i shëndetësisë që nuk janë zgjidhur statusi të punësuarve në Spitalin e Tetovës. Megjithatë, kjo është çështje tjetër. Zoti Aliu, ne ju referuam në fillim edhe një iftari që është pra sinonimi i bashkimit dhe solidarizimit, por që tek ju nuk ndodhi ashtu. Elus Regji, nëse mundet materiali numër 3. Antari kryesisë ka qenë Azir Aliu asnjëherë. Ilir Demiri asnjëherë. Më thonë, ka individ aty plot që asnjëherë s'kanë qenë. Ne është e vërtet që e kemi afruar Ilir Demirin 2021 të kandidon për Tetovën, por vllau i Ilir Demirit po. Po Ilir Demiri s'ka qenë asnjëherë, çdo respekt për çdo njërin prej ato, prej atyre që kanë qenë aty. Unë ju uroj sukses, të bashkohen sa më shpejt, bëhen një parti si vlen, se unë vërtet s'mund t'i kuptoj. Thash, duket e çuditshme, del njëri thot ne jemi për bashkim. Del tjetri thot ne jemi për të bashku me një parti, nga ana tjetër për çajin. Unë ju uroj vetëm suksese, edhe shumë shëndet, edhe inshallah bëhen një parti se e dëgjuat, pra u dha urata me shumë dashamirësi ish kryetari juaj. Zoti Aliu, Zoti Taravari nga kjo studio ju referua edhe juve edhe Zotit Ilir Demirit që as ju as Zoti Demiri nuk kanë qenë pjesë e kryesisë Aleancës për Shqiptarët, dhe këtë e ka thënë kur diskutonim fotografitë që keni organizuar në iftarin e parë. Zoti Taravari, pra si kryetari i Aleancës për Shqiptarët, ka thënë që në ato ngjarje që keni organizuar ju, vetëm struktura të ASH-s nuk ka, do thotë sipas tij, janë figura që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë asgjë të bëjnë me Aleancën për Shqiptarët. Si i përgjigjeni kësaj? Për fat keq, unë shoh një narrativ politik i cili është i njohur për qytetarët dhe për mua dhe për juve.
Pra, kur e dëgjoni doktorin, mua më kthen fotografin para 20 viteve si folte Ali Ahmeti. Pra, më vjen shumë keq që kanë ngelur si duket në atë folderin, pasi që e filluam me folderet, i cili është dikundi në vitin 2004 deri 2006-2007, dhe si duket doktorit nuk ja kanë dhënë folderat më të rita Aliut që ta editon pak edhe të përmirësohet në narrativin e tij. Ky është narrativ shumë i vjetër i BDI-s që flitte çdo herë për bashkim e bënte përçarje. Pra, ky do të jetë komenti jem, për fat keq. Unë kam pasur kryetar partie dhe më vjen keq për të komentuar dhe për të parë një figurë e cila mendonim se do të performon me moderizëm, me një qasje ndryshe në politik, po nuk e di çka ka ndodhur, si duket edhe një potencoj është ndalur në ndonjë folder shumë i vjetër i BDI-s dhe po të merrni bëni krahasim narrativin politik që tani e dëgjua me atë të 20 viteve përpara, do shihni bash strukturën e fjalisë komplet e njëjtë, copy-paste. Dakor. Tani, mos merremi me zotin Taravari, po me atë që ka tha zoti Taravari. Kush ka marrë pjesë në iftarin që është organizuar nga ju? Pra, struktura e Aleancës për Shqiptarët, për dallim nga zoti Taravari, nuk ishe njerëzit si ngjyra, po ishe si vlera, si ngjyra politike. Pra, në atë iftar, po t'i shihni çdo tavolinë dhe çdo person që është i ulur, ka vlerat e veta, dhe ne mburemi që në atë iftar, me një numër shumë të madh të qytetarëve dhe të strukturës Aleancës për Shqiptarët ishin brenda. Kështu iftare do të vazhdojnë të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të organizuara, për shkak se qasja jonë në politik nuk është kështu qasje. Pra ne nuk i shohim edhe njerë potencoj, siç i ka parë BDI-ja përpara 20 viteve dhe siç ishte tash në 2026 në Taravari, për neve çdo qytetar ka vlerë, çdo antar i partisë ka vlerë. Pra ju e dini që në akademinë politike janë një përgjigje dhe një dështim i atyre që haron dhe lexon folderat e vjetër të BDI-s. Kemi krijuar akademinë politike me shumë mund dhe me shumë vlerë, me qëllim që Aleanca për Shqiptarët të krijon strukturë organizative dhe profile të politikanëve të ri që sot do të bartin procese politike, dhe këte kemi bërë. Pikrisht ato kanë qenë atë natë në iftar dhe pikrisht figurat politike të Aleancës për Shqiptarët që sot janë dhe nesër do të vazhdojnë të jenë aty, do të bëjnë ndryshimin politik në këtë shtet. Sepse është edhe një pyetje nga publiku, të cilët e kanë parashtruar në mënyrë publike, megjithëse është një antar i Aleancës për Shqiptarët dhe thotë çfarë po ndodh me strukturat e ASH-s që po synohet të përfaqësohen nga njerëz që vinë në strukturë 10 ditë mbas së parashkrirjes së vlenit. Kush do të na përfaqësojë neve në të vërtetë? Pra neve na përfaqësojnë vlerat, meritokracia, na përfaqësojnë njerëz të cilët janë të qartë në atë çka i bëjnë. Dhe të gjithë kanë fokusin tek zoti Demiri. Nuk na përfaqësojnë njerëz të cilët abuzojnë me proceset politike, njerëz të cilët kanë një qëllim, domethënë të bëhen më të pasur se sa janë sot. Nuk na përfaqësojnë njerëz të cilët abuzojnë si në aspekt politik, ashtu edhe në aspekt institucional. Të gjithë të tjerët që nuk i kanë këto mangësi në profilin e tyre, neve na përfaqësojnë dhe do të insistojmë që këto njerëz t'i bëjmë pjesë e strukturave tona. Mes tjerash, zoti Taravari ju sfidoi publikisht juve dhe zotin Fetaj që ju të dilni nga qeveria dhe zoti Taravari është i gatshëm të ulet të bisedoj dhe të bëjë çfarë do lloj kompromisi me juve, vetëm që mos vazhdoni në këtë përbërje qeveritare që sipas zotit Taravari është poshtruese për shqiptarët. Pra, unë e di që opozitës për fat keq, edhe njërë potencoj, nuk mund të dalin nga strukturat aq të mbyllura brenda në aspekt politik flas, dhe ju pengojnë rezultatet e kësaj qeverie. Pra, për të kërkuar të dalish nga qeveria është shumë legjitime nga këndvështrimi i Taravarit, për shkak se rezultatet që i bën ky ministër në shëndetësi për 8 muaj nuk i kam bërë për 18 vjet përpara. Pra sot ndryshojmë 15 ligje në shëndetësi, sot punësohen persona të cilët 20 vjet i kanë mbajtur partitë politike në kontrat në vepër, sot optimizohen proceset si infrastrukturore, ashtu edhe shëndetësore në shëndetësi dhe në çdo digastet tjetër në qeveri. Pra është shumë e natyrshme që të kërkosh mos vazhdojnë këto procese, për shkak se çdo zgjidhje të një problemi, qofti vogël apo i madh në shoqëri, ndikon pozitivisht në qeveri apo në strukturën apo në partinë politike. Kështu që unë kisha ftuar që të reflektojnë,
pasi që me reflektim mund të bëjnë komparacion më të mirë të asaj çka është bërë atëherë dhe çka është bërë tani, dhe të qenë më realist. Duke qenë më realist, do qenë më kompetent nesër të fitojnë në zgjedhjet lokale apo parlamentare apo presidenciale me qëllim që të jenë pjesë e qeverisë. Me gjas të gjithë pjesët e Aleancës për Shqiptarët të shpërndar, gjithandej 2 pjesë në pushtet e 2 pjesë në opozit, bëjnë thirrje për bashkimin e Aleancës për Shqiptarët. Ju madje që nga fillim ju referuat që s'ka ndarje, ka vetëm bashkim. Tani zoti Taravari u dha një shans për ta bashkuar vërtet. Po sipas jush kjo nga perspektiva e tij është në rregull sepse është në opozit. Po çfarë po bëni ju Më falni, veç t'ju jap një përgjigje këtu. Pse nuk është relevant Taravari për të bërë kështu ftesë? Bëri përçarjen e parë, bëni përçarjen e dytë dhe tani bën thirrje për përçarje të tretë. Pra është një tekst i lexuar, një libër e lexuar që çdo qytetar i cili ndjekën pak politik e ka parë, ju po të ktheheni vetëm 5 vitet e fundit, çka ka thënë e çka thot sot, janë komplet mendoni se janë njerëz të tjerë, edhe me strukturë politike, edhe me emër dhe mbi emër, kështu që t'jesh relevant për të bashkuar, duhet t'jesh konsistent në politikë, kështu që këte nuk e shohim te Taravari. Megjithatë nuk mund të bëj thirrje për përçarje të tretë, sepse përçarja e katërt vetë se ka ndodhur, zoti Aliu. Jo s'ka ndodhur, ndodhën bashkim. Unë insistoj që edhe ne flasim me numra. Jo, kemi shumë tani. Kush tjetër, sepse është parë në fotografi edhe zoti Flakron Bexheti, për të cilin zoti Taravari aludoi se tani ka nevojë për ndonjë pozicion politik. Pra përçarja ndodhen në opozit. Po ta analizoni edhe pa ndjenja me aritmetik, me numra, po të shikni tek opozita, nuk e ka sekretarin e përgjithshëm, nuk e ka sekretarin organizativ, nuk e ka figurat kyçe për organizim të strukturës politike. Pra, për një dështimi të tillë të përçarjes brenda për brenda, dëshiron të reflekton përçarje në pozit. Nëse në ASH-n e Taravarit mungojnë 2 sekretarët organizativ dhe ai general, në ASH-n tuaj zoti Aliu mungon kryetari i partisë. Pra, ne jemi strukturë e organizuar politike brenda në Vlen, që edhe njerë potencoj, na përfaqësojnë vlerat, na përfaqësojnë njerëzit të cilët din ku shkojmë, dhe kjo është një tranzicion i cili Vleni, e dini që nga 4 parti politike, tani ma tentimet organizative, administrative janë në fund, për të bërë një parti politike e organizuar, e cila parti politike do t'jetë ndryshe, për atë shkak thash në fillim, ne dham me prova se mundemi ndryshe dhe mundet në Maqedoni të organizohet një strukturë politike ndryshe dhe të vepron ndryshe. Ne deri sot nuk kemi bërë asnjë lajm i cili ka qenë gjysmak apo jo i vërtet. E dini që çdo proces i cili zgjidh problemet kemi dalur dhe haptazi e kemi dhënë raport se çka kemi bërë. Pra, ndryshojmë proceset nëpërmjet ligjeve, ndryshojmë proceset nëpërmjet riorganizimit të strukturave administrative shtetërore, me qëllim që të kemi një shoqëri që do të jetë më kompatibile me nevojat e qytetarëve që i kanë për dhënien e shërbimeve të tyre. Pra, kështu organizimi nuk ju konvenon partive politike opozitare, me të drejtë, nuk them që s'kan të drejtë, ato shojnë një rritje të performansës në qeveri, ndryshe nga ato që i kanë bërë 20 vjetë, edhe njerë potencoj, ende flasim neve për procese politike të cilët janë të dëmshme sot t'i flasish, për shkak se duhet flasim për diçka tjetër. Ne flasim çka nuk është bërë në vitin 2005, 2002, 2010, ndërsa jemi 2026. Pra, kjo strukturë organizative politike i kemi marrë dhe i analizojmë çdo problem, e definojmë mirë, për pastaj bëjmë zgjidhje. Zgjidhjet kryesisht i keni parë si janë deri tani, flasim fakte, nuk flasun. Nuk është pjesë teorike, po është pjesë reale. Bëjmë ndryshimin e ligjeve, bëjmë zgjidhje reale për qytetarët, por duke lënë gjurmë ligjore, jo duke lënë vetëm gjurmë në për media apo me shkrim në për rrjetet sociale. Do të flasim pasaj edhe për këto projekte dhe për këto tentativa për të lënë gjurmë, që sipas jush janë gjurmë. Megjithatë tani Lus Regjin materiali numër 4. Këtë Azirin edhe Arbenin i ndan, Arbeni është krau i Zetit.
Aziri është krau i Adnanit. Këto ndajem, kush do japet si krima që të kenë një farë pozicioni në vlen, se këto janë vlen, nuk kanë lidhje me aleancë. Ama absolutisht. Kemi tash Aziri me Arbenin, unë si kuptoj se të dy janë për shkrirje në vlen. Ju i njini më mirë të dytë, zotin Taravari, ju duhet na thoni dallimin. Se kam qartë, se edhe njëri thot shkrihemi në vlen, do më thënë s'ka aleancë aty, të shkrihemi në vlen, edhe tjetri thot shkrihemi në vlen. Unë se kuptoj tash kush janë pas që i ndanë këto njërës, se ishim bashk, apo? Ishim bashk se njëri u bo ministër, tjetri mbeti ministër. Dhe dolem prej tene, në maj, fund të majit të vitit të kaluar. Unë tash nuk shoh dallim të këto, të dy konstatojnë se dhe shkrihen vlen. Do më tonë, s'ka aleancë tjetër. Këto janë pjesë e vlenit, apo? Po, janë pjesë e vlenit, mirë po, Super. këtu me gjallë duke dallim në mënyrën se si e shohin shkrirjen e vlen, sepse zoti Fetaj ka deklaruar nga këtu që synon që shkrirja e vlenit të bëhet me modelin me rotacion. Pra, Aziri si synon? akoma nuk kemi ndonjë qendrim zyrtar për zotit Ali. Unë me sa e shoh nuk dallojmë gjë, është punë tem, është si shoqata aksionare, është luftë për betejë e tyre politike, se kush dhe marrë më shumë pozicione, edhe pse ato të kem. Tani, zoti Aliu, pa komentuar fare zotin Taravari, ta komentojmë atë që ka thënë zoti Taravari. Ju akuzoi në fakt që ju jeni krahu i Adnan Azizit dhe zoti Fetaj është krahu i Izet Mexhidit. Pra, kjo është në linjen e njëjtë me atë që e thash më herët, pra për të krijuar përçarjen në vlen. Ky narrativ edhe një herë për fat keq, për Taravari dhe për fat mirë për neve, bën që antarët e Aleancës për Shqiptarët që momentalisht janë në strukturën e Taravarit të vinë këndej. Për shkak se të xhbësh dhe të shumëzosh me zero energjinë dhe forcën dhe vlerën që ta ka dhënë një antar dhe sot politikisht nuk jenë në linjë të njëjtë me kështu narrative, nënkupton dhe tregon shumë për profilin e këtyre politikanëve të vjetër tani më, që do shkojnë në histori, politikanë të cilët sot janë me ty e nesër bajnë se nuk të njohin. Mos flasim për virtytet njerëzore, ja do të ndalem në virtytet vetëm politike. Gjithçka është, por kjo nuk është politik, dhe për atë shkak me këtë qasje Taravari do të ngel vetë dhe besoj që do të jetë nënkryetari i dytë i BDI-s. Në fakt 6 nënkryetar ka bërë, po flisni prej jashtë. Flas nënkryetari i dytë i BDI-s që s'ka qenë në strukturat e BDI-s. Sa i përket asaj që pra zoti Taravari pretendon që ASH që është brenda vlenit të shndruar në shoqëri aksionare ku bëhet betejë se kush po e merr një pozicion më tepër, kush më pak. Pra, tash do flas, më falni, në vetën njëjës, për shkak se duhet t'ja përgjigje. Dakor. Juve ju kujtohet, kur unë kam qenë ministër në informatik, edhe ju kujtohet që në momentin që zoti Taravari me të drejtë, atëherë sipas meje, bëri një shkrim në rrjetet sociale, unë pa e konsultuar, ja thirreni në emision dhe pyetni, ose pa më thirrur asaj as unë pa u konsultuar, bëra postin e dytë dhe i dhash përkraje. Për shkak se besoja që ajo është e drejtë. Besoja që nuk duhet Aleanca për Shqiptarët të shkon me BDI-n në ato zgjedhje. Po, madje keni thënë me një sus të bëri ndryshimin, po. Edhe atë kam thënë atëherë, dhe çka ndodhi, të njëjtën ditë në mbrëmje, ne dolëm përpara qeverisë dhe dham deklaratë që ne nuk pajtohemi me këtë strukturë të reorganizative dhe u nis procedura për shkarkimin e 2 ministrave. Pra, unë jam treguar si profil politikani që mua thjesht nuk më jep ndonjë rahati një post politik nëse nuk ndjej që unë jam në linjë me këto politika që bëhen. E njëjta ndodhi dhe tani, duke kërkuar nga unë që t'ju besoj në fjalë, unë thash se janë në rrugë të drejtë, thash më jepni koordinatat që ta shoh rruga është e drejtë apo nuk është e drejtë. Pra, koordinatat pasi që ishin të shkosh në BDI dhe e dinin që nuk funksionojnë, nuk na i dhanë koordinatat, po mundoheshin të na bindin në aspekt emocional që duhet t'i përkrahim. Pra, ne edhe sot jemi aty ku kemi qenë dje, dhe ato nuk janë aty ku kanë qenë. Pra, po ta shihni siç keni qenë dje. Jeni aty, po nuk jeni siç keni qenë. Jo, ne jemi aty dhe jemi më të fortë se sa kemi qenë dje.
si jeni më të fortë, me një deputet më tepër, këtë aludoni. Pra, edhe njerë, pesha politike, e gjdo partije politike, dhe përfaqësimi i partive politike janë deputetet. Gjithçka tjetër nuk është parti politike, për është organizat jo qeveritare që merret me zgjidhje të problemeve shoqërore. Mirë, po nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare, vlerësoni se do ta kishit peshën e njëjtë politike? Rezultatet duhet të flasin. Tash ne mund të ngrejmë hipoteza të ndryshme, pra jo rastisht neve punojmë me zgjidhjen e problemeve që nesër të kemi një vlerë në dorë që të themi sot derisa jemi në qeveri kemi bërë këtë dhe këtë, na jepni votën që edhe nesër të vazhdojmë të zgjidhim probleme tjera që kanë ngelur të pasgjidhur. Unë mendoj se kjo është qasa më reale dhe më njerëzore. Sa i përket shkrirjes në koalicionin Vlen, çfarë mund të na thoni zoti Aliu? Pra, edhe njerë potencoj, koalicioni Vlen dha një mesazh që mundet edhe në Maqedoni, ndryshe nga partit politike, po unë kisha thonë edhe në Ballkan, të mund të jenë në një strukturë organizative politike 4 parti relativisht të ndryshme në aspektin e qasjes politike ndaj problemeve në shoqëri. Dhe sot, për fat mirë, japim dhe një mesazh edhe më të madh politik, që këto 4 parti politike, duke i hekur të gjithë teket personale, duke minimizuar atë që liderllokun që e kanë pasur këto partit politike 30 diçka vjet në Maqedoni, ne sot dalim përpara qytetarëve dhe themi që ne bëhemi një parti politike monolite, që për neve është irelevante struktura edhe të qenurit lider, se deri tash liderët tonë kanë qenë në film, që duhet të rrotullohen me 2-3 vetura përpara e mbas me 5-6 roje dhe të aktrojnë se janë lider dhe të ndjehen ashtu. Pra kjo strukturë organizative politike është jashtë këtyre filmeve që kanë qenë deri tani. Sot ne flasim për një parti politike që do të jetë e organizuar ndryshe nga të gjithë partitë politike, pra nuk do të ketë kryetar, por do të ketë kryesi. Pra në atë kryesi me 2 kryetar si figura politike për komunikim me qytetarët, por në aspekt politik dhe në aspektin e organizimit dhe qasjes dhe trasimit të rrugës politike, do të ketë strukturë organizative e tillë e cila do të merret çdo vendim politik në këtë kryesi të partisë. Dhe kjo është ndryshe, unë ju garantoj që nëpërmjet kështu organizimi politik, jo vetëm do të japim një mesazh se mundemi ndryshe, në Ballkan edhe njerë them, jo në Maqedoni, por do të shihni që pas kësaj, kjo strukturë e organizuar politike monolite, siç e bëjmë në moment, do të jep rezultate shumë më të shpejta se sa kanë dhënë rezultate partitë politike me një lider dhe me një 2-3 sherifa lokal, të cilët kanë menaxhuar si kadrovikun, si partinë politike edhe gjithçka tjetër. Pra, krijojmë një strukturë organizative politike e cila do të jetë komplet ndryshe, e cila nuk do të jep fuqi politike një personi, po do të jep një strukturë organizative, dhe kjo strukturë organizative do të shkon përpara për një arsye, se secili prej neve jemi njerëz me ndjenja dhe me preferenca të ndryshme. Kur ti preferencat politike të minimizohen duke u bërë një organizim politik ndryshe, automatikisht vlerat janë të parat dhe ju garantoj që me kështu strukture politike do shihni dallimin në politikbërje në Maqedoni. Për ta kuptuar qartë edhe publiku, ashtu siç e kuptova unë, pra ju, zoti Aliu, jeni për modelin me 2 kryetarë të qeverisë së Vleni. Pra, deri tani ende procedura sipas jush, derisa në tavolinë janë 2 modele. Është një me rotacion dhe një me 2 bashkëkryetarë. Sipas jush, jeni dakord, është e pranueshme kjo ide, ky model me 2 kryetarë? E dini pse është irelevante kjo? Edhe një herë potencoj. Sepse ju Për shkak folet se më shumë. organizimi politik, struktura politike, vendimet politike, tani do të jenë vendime që merren në kryesi. Dhe kjo qasje, edhe një herë potencoj, anashkalon të gjitha teket politike, të gjitha preferencat politike. Pra të shkrihen gjitha subjekte. Pra thjesht ne për herë të parë, prandaj u bë temë, prandaj nga ana tjetër me të drejtë opozita frigohet nga një strukturë kështu e organizuar, për atë shkak dëgjojmë kështu narrative politike, me qëllim që mos arrihet deri në këtë pikë. Ju e dini që me muaj flet opozita që Vleni asnjëherë nuk do të bëhet, Vleni do të porçahet edhe më shumë, Vleni janë struktura
me interese të ndryshme, sot vleni i demantoj të gjitha ato procese. Po prolongohet ky. Megjithatë, mbesim te ky modeli. Jeni me modelin me dy bashkëtorë. Ky mendimi juaj dhe ky qëndrim është tani për tani apo ka ekzistuar më herët? Pra, nëse ka diçka që unë nuk jam pajtuar me Fetajin, pasi përmendet problemet e brendshme ose mos pajtimet e brendshme, ka qenë që nuk guxojmë të krijojmë parti politike të reja. Pra, qëllimi i Vlenit dhe qëllimi i bashkimit të Vlenit nënkupton të gjithë strukturat organizative, lokale dhe qendrore të bashkohen dhe të jetë një strukturë organizative monolit. Dhe unë jam shumë i sigurt, edhe njerë, duke pasur kështu divergjenca politike të ndryshme. Këto janë vlera brenda për brenda dhe këto do të na çojnë përpara. Për shkak se secili kur reflekton, ju kur jeni në një tavolinë me 4 apo me 5 persona apo me 10 apo me 100 persona, ndryshe keni zgjidhje edhe më e mirë, edhe më optimale dhe në kohë, se sa një person të ulet në një zyrë dhe të merr vendime politike. Kjo është treguar shumë keq për shqiptarët. Ne sot ende opozita flet për struktura ndryshe të organizuara, për shkak se nuk mund të del nga ai mindseti të qenurit i pari në parti që të vendosën për gjithçka. Ne shkojmë një hap më para. Themi jo, ne do të krijojmë një strukturë politike që me konsenzus do të krijohen politika që do të jenë edhe më të mira, edhe më reale ndaj qytetarëve dhe të realizueshme në kohë. Okej. Elus Regjin, materiali numër 5. Fjala shkrirje, besoj që në politikë është narrativ negativ dhe nuk duhet besoj që nuk duhet të shfrytëzohet në krijimin e strukturës së fjalisë. Dgjoni, identiteti politik është shumë i rëndësishëm. Secili nga ne marrim pjesë në një grup të organizuar të thirrur parti politike me identitet dhe qasje ndaj proceseve politike. Në base shpesh herë dëgjua taravarin, por tani erdhi radha ta dëgjoni edhe veten tuaj zoti Aliu, e keni thënë këtu në nëntor të vitit që lan pas. Kur ju kam pyetur atkohë për çështjen e shkrirjes në Vlen, ju fillimisht keni shprehur mos pajtim me termin shkrirje. Sipas jush, politikisht është jo korrekt të përdoret termi shkrirje sepse ka konotacion negativ. Dhe tani jemi në mars të vitit 2026, ju pyeta sërish për shkrirjen, por mbase kësaj radhe, termi shkrirje nuk është se ju tiglloi vrash tek ju. Pra, në konotacion politik, ashtu si ka qenë atëherë është edhe sot. Sepse në nëntor ka qenë problem shkrirja, por tani në mars jemi në rrethana të tjera. Edhe sot kur flasim, e vëreni gjithë po të ktheni tash këtë sot që i tham, është në linjë të njëjtë me atë që i thash dje, ose përpara një viti, pasi që unë edhe sot përpara 5 minutave ju thash që riorganizimi i Vlenit në një parti politike nënkupton vlerë. Në fillim e thash se secili nga neve. Si ruhet zoti Aliu identiteti politik, me që ju vetë se e theksua që ndarja mes jush dhe zoti Fetajit ka qenë në këtë pikë ku zoti Fetaj ka synuar themelimin e një subjekti politik, ndërka që ju keni qenë kundër. Derisa flasim për identitet politik, si do të mund ta trashëgoni ose ta ruani për brenda koalicionit Vlen një identitet të tillë pa pasur një subjekt politik? Pikrisht, këto dallime apo trasim i rrugës politike ndryshe nga njëri tjetri është vlerë. Për shkak se të qenurit në politik dhe të qenurit në një strukturë politike ku ke divergjenca politike, atë që e theksova më herët, është vlerë. Për shkak se secili prej neve duhet të reflektojmë dhe reflektojmë çdo ditë, duke qenë njëri më, le të themi, më i gjatë, tjetri më pak i gjatë, apo tjetri më pak i majt, neve na jep vlerë shtesë. Duke parë ndryshe zgjidhjen e problemeve në politik. Ka ndikim ideologjia. Nga ana tjetër, shkrirje edhe sot mendoj që është termin jo korrekt politik, siç e kam thënë atëherë, për shkak se ne sot nuk ju pengoj fare. Jemi politikanë të cilët sot derisa flasim, juve vetë thatë që ne takohemi me strukturat
organizative të Aleancës për shqiptarët në Vlen, do në Besa është takuar me strukturat e Besës, Lëvizja Demokratike me strukturat e tyre, Alternativa me strukturat e veta, dhe kjo është vlerë e Vlenit. Pra, tendencat për të bërë një strukturë monolite nënkupton të gjithë këto struktura me vlerat e tyre dhe me qasjen e tyre në politik të japin një qasje të re, atë që a thash më herët, një qasje e re për zgjidhjen e problemeve, pasi sot qytetarët kërkojnë edhe njerë potencojnë një shkollë më të mirë, një spital më i mirë, një rrugë më të mirë, ujë më të pishëm, më kualitativ, politika më pak abuzive apo as pak abuzive, e jo si që ka ndodhur deri dje. Sepse, kur kemi nxjerrë njoftimin se ju do t'jeni sonte këtu mysafir, nga për brenda Aleancës për shqiptarët, kanë dërguar informacione për cilat po ju pyesim juve, si burimi 2 që përmendeni aty, që ju dhe zonja Mimoza Musa, pra deputetja, në mbledhjet të kryesisë së Aleancës për shqiptarët, ashtu siç keni qenë kompakt me zotin Fetaj, ju keni kundërshtuar kategorikisht idenë e shkrirjes në koalicionin Vlen me modelin me 2 kryetar, madje sipas këtyre informacioneve, propozimin e zotit Çoku e keni cilësuar si një propozim jo serioz. Pra, këto janë dezinformata të cilët përsëri janë me narrativ përçarës. Nga brenda Ashës. Kështu që nuk e di nga kanë ardhur nga brenda apo kanë ardhur të porositura nga jashtë që duken nga brenda. Sido që tjetë, unë besoj që nuk ka moment për... Pra vlerësoni që janë... Për koment edhe jo që vlerësoj, ne jemi sot rezultatet të regojnë që struktura organizative e Aleancës për shqiptarët në Vlen është e njëjta që ka qenë dje dhe kjo flet më shumë se sa fjalët që mund t'i them unë. Dakor. Të rikthehemi sërish tek ajo ku tha tek ndarja që zoti Fetaj ka insistuar themelimin një partie politike. Mirë po, nëse ka insistuar, pse u dash zoti Fetaj të organizojë një mbledhje të kuvendit për t'i shkarkuar gjitha strukturat ose organet partijake? Aty janë mbledhur edhe në shkrime për të krijuar një parti politike Aleanca e Re, sa e di unë. Po, sepse mbase ishte, sipas sqarimeve të tyre, është procedurë teknike që nuk mund të shkarkohen organet pa pasur diçka zyrtare të themeluar. Nuk e kuptoj pjesën administrative logjike këtu. Të shkarkosh diçka për të bërë një parti politik. Thjesht politikisht nuk e kuptoj. Ndoshta unë s'kam shumë informata se si krijojnë partitë politike dhe kur duhet të krijojnë, megjithatë nuk më duket e logjikshme. Dhe ju do të thotë jeni me idenë e shkrirjes në koalicionin Vlen me modelin me 2 bashkëkryetar. Pra, ne jemi dhe unë personalisht nëse më pyetën tash në vetën njëjes, jam për të krijuar një parti politike me emrin Vlen, monolite që do të jetë vlerë shtesë edhe ndryshe në shoqëri. Me që jemi krejt në fund, sa është e mundur kjo të ndodhë, zoti Ali, dhe kur do të ndodhë? Kjo tani ma duket, për atë shkak është gjithë ky frustracion në opozit dhe gjithë këto spina që bahen çdo ditë si personalisht për neve, ashtu edhe për çdo antar të Vlenit. Pra, kjo është çështje javësh, ndoshta edhe ditësh, ndoshta shumë shkurt për 2-3 ditë apo për një javë. Pra, flasim ma për ditë apo maksimum për një javë, e nuk flasim për muaj e vite. Pra, ky është ai frustracion dhe frika që ka opozita, për shkak se edhe një potencoj, ju garantoj që pas këtij hapi që të i kalojmë secili nga ne veten dhe organizohemi një strukturë që asnjëherë s'ka pasur në Maqedoni strukturë e tillë organizuar, që nuk do të ketë më figurë e cila do të pyetet për gjithçka, edhe figurë e cila do të vendos për gjithçka, po do të ketë një strukturë e cila vlera do të jetë përpara gjithçkaj. Mendon që do të jetë funksionale qeverisja apo udhëheqja e një subjektit politik me 2 kryetarë që vinë nga 2 zona të ndryshme dhe që kanë pasur vërtet dallime diametralisht të kundërta? Pra, unë edhe njerë potencoj, dallimet janë vlerë dhe ne ashtu i shohim, ne kemi bindje për këtë, që dallimet tona që i kemi pasur dhe i kemi politikisht janë vlerë, nuk janë diçka që edhe ne këte e treguam me fakte. 2 vjet në qeveri Vleni, me dallimet brenda që i ka pasur, ka funksionuar dhe ka dhënë rezultat. Paramendoni tani me një strukturë monolite e organizuar mirë, me një strukturë që do të ketë të definuar hapat politik dhe organizimi brenda për brenda të fort, ju garantoj që do të jetë, edhe është friga me të drejtë nga opozita, që do të jetë një strukturë që do të jetë rezultate të shpejta dhe reale.
Zotë Aliu, është një temë që vërtet ka ngjallur interes publik, për atë edhe gati shpenzuam tërkohën teksa diskutonin për këtë zhvillime brenda ASH-s. Mirë, përkundër kësaj ju të njëjtën kohë ushtroni edhe pozicionin e qenurit ministri i shëndetësisë, dhe për ta përmbyllur këtë në fund është një pyetje nga publiku që nga një i punësuar në spitalin publik në Shkup, ku ka ngelur procedura me çështjen e të punësuarve me kontrata në vepër, pra kur do zgjidhet statusi i tyre. Pra për fat keq, krijimi i politikave siç ka ndodhur deri përpara një kohe, nuk vazhdon më të ndodh. Edhe njerë potencoj që Vleni ka parë realisht problemet dhe ka zgjidhur realisht problemet. Një nga problemet kryesore në shëndetësi është mungesa e kuadrit, si në aspekt mjekve, ashtu të motrave medicinale dhe personelit teknik. Pra, çka bëm? Puna e parë krijuam një bazë me kapacitete njerëzore, dhe tani ma në kohë reale e dim në çdo qytet, në çdo spital dhe në çdo shtëpi shëndeti, sa është mungesa e mjekve, motrave medicinale apo personelit teknik. Dhe në bazë të kësaj, neve kemi bërë një strategji për punësimin e këtyre personave, me qëllim që mos bëhet abuzimi i këtyre personave nga partitë politike, siç është bërë deri tani, duke i shfrytzuar ato përpara zgjedhjeve lokale, parlamentare dhe presidenciale, dhe duke zhvatur proceset punën e tyre atëherë kur ato kanë dashur, dhe duke thënë pastaj ti sot je antar, nesër nuk je, nëse nuk je është dasht ma në atë pozit. Pra ne edhe treguam me vepër në Ministrinë e Shëndetësisë që punësuam pavarësisht ngjyrave politike personat të cilët kanë punuar me vite aty, vazhdojnë tani të jenë të kenë të rregulluar çështjen e punësimit dhe sot ato janë pjesë e institucioneve shtetërore, por nga ana tjetër të bërit politik në shëndetësi është shumë senzitive. Nuk është veç punësimi, por është edhe investimi në trajnime për këto persona. Ju nuk mundeni të krijoni një shëndetësi stabile me persona të cilët janë me kontratë në vepër. Pasi që nuk jeni të sigurt që ai nesër do të jetë aty dhe nuk e di sa është vullneti i tyre për të ngritur profesionalisht në karrierë. Po si do të zgjidhet ky? Jo rastisht, ne kemi zgjidhur atë dhe vazhdojmë ta zgjidhim. Sot derisa flasim, në Gostivar, për shembull, nuk jam i sigurt sa pëlqime janë marrur, që do të punësohen mjek dhe motra medicinale që me vite kanë ngelur të papunësuar. Sot flasim për një riorganizim të ministrisë ku do të ketë departament për trajnime, që do të jenë të obliguar mjekët dhe motrat medicinale nëpërmjet kurrikulave që do t'i definojnë universitetet dhe klinikat për nevojat dhuntit shtesë që duhet t'i kenë, që do të investojmë neve si ministri me qëllim që këto mjekë dhe motra medicinale të kenë dhunti shtesë nga ato që i kanë mësuar nga universiteti apo nga mësimi formal. Unë nuk po kërkoj premtim konkret për juve, mirë po për një dëgjues që është i punësuar në spital shtetëror dhe është me kontratë, kur e dëgjon ministrin e shëndetësisë, për atë i nevojitet një informatë konkrete, sepse këtë që e thuni është krejt në rregull dhe shumë dakord mban shumë. Mirë po kur do ndodh zgjidhja e këtij problemi? Këtë vitin që vjen brenda këtij mandatin tjetër nëse synoni, apo është një proces që kërkon më tepër kohë? Pra, zgjidhja e këtyre personave të cilët kanë punuar me vite në për institucione shëndetësore veç realizohet. Unë nuk flas me do të realizohet, unë flas me realizohet. Pra, çdo institucion shëndetësor, e dini që jemi muaji 3 i vitit kalendarik, bëhet riorganizimi brenda për brenda, si në aspekt të buxhetimit, ashtu edhe në aspekt të kapaciteteve njerëzore, dhe drejtorët kanë obligim në bazë të sistematizimit që i kanë brenda, të bëjnë kërkesë deri tek Ministria e Shëndetësisë për sa punësime ju duhen brenda. Ne kemi çuar një letër me kërkesë tek të gjithë drejtorët në nivel të shtetit me 2 pyetje. Pyetja e parë, çfarë kapacitete njerëzore ju duhen dhe kush është profili i tyre në bazë të sistematizimit që i kanë, dhe e dyta, çfarë infrastrukture keni të aparaturave brenda dhe të infrastrukturës tjetër me qëllim që të investohet në këto. Për shembull, në Gostivar, spitali i Gostivarit, jemi 2026, e dini që lindjet me cezarek bëhen në përdhes dhe fëmiu i cili ka bebi i cili ka vetëm 2-3 minuta që ka lindur, do duhet të merret dhe të çohet nga të tretë në neonatologji. Pra, një dështim total i sistemit shëndetësor, i cili në moment që ke një fëmijë ti e rrezikon me infeksione të ndryshme duke e shëtitur në për lift apo në për shkallë. Pra, këto probleme i kemi definuar dhe këto probleme do t'i zgjidhim një nga një.
A duhet ko? Po, duhet ko. Nuk mundemi me një ditë neve të zgjidhim problemet në nivel. adaptohen me sistemin e një vendit ku kanë ardhur në jetë. Për fat keq. Dakor, zoti Aliu, ne jemi krejt në fund. Faleminderit për kohën tuaj dhe për mënyrën se si ndarja na portretizua si bashkim. Ne vazhdojmë të ndjekim ngjarjet dhe zhvillimet politike dhe jemi këtu për të takuar sërish. Edhe uroj të reflektoni që ndarja është bashkim, nuk është ndarje në këtë rast. Në këtë rast, po, çuditërisht për herë të parë. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje deri në takimet tona të radhës.